për filmin e Kosovës një pjesë e saj do gjirohet aty, në Prizren edhe ndoshta në shumë zona të Kosovës. Dhe kërkojmë bashkëpunëtor, biznesmen, institucione shtetërore, për lehtësira, për vende xhirimi etj etj, dhe Prizreni, shqyqyr zotit, ka shumë asete për kinematografi. Dhe ky bëri një prononcim publik në një deklarat publik aty. Po ta ndigjojshë, do thush që e kalova lulla, këta duen. Njëri që të në animoje projektin, të ecim për para, të bëjmë një film për Kosovën edhe kush mundet me një mu këtu. E marim telefon, se la mu taku, e marim telefon, të në ditën s'ka shans me kap njëri. E dha intervjist dhe e kalova lume, tha. Ta pika kalen. Thanë po, këta, a? Jo se u mashtrova unë, se nuk është çështja ime personale. Çështja ime është, nëse ne bëjmë një film, siç kemi bërë mundije, dhe në filmin për Kosovën të nxjerrim diçka më të madhe, kjo është ëndra ime që t'ja lam një vepër kinematografike Kosovës, ku Hollywoodit flase për Kosovën, ku e gjithë bota ta shohë se kush është Serbia. Që tash kena me dalë të filmi i Kosovës.